shumë e mirë, i bën si në avull dhe i zjerë shumë të shishme. Do ta shikoni dhe vetë, janë shumë të shishme. Paisja, këtu ja ku kemi përgatitur dhe domethërësit, erësa fasulet e kuqe, tomate, qep dhe pomidorë dhe patate se jemi shi. Ja jemi patate, edhe erësa. Si që kemi këtu, jedhim dhe salsa. Okej. Edhe ujë. Unë ja fus të ngrohtë, pa unë që bëhet më shpejt të nesër. Ju mund të bëni si të doni qefi juve. Nuk do shumë ujë, për arsye se kjo i bën në avull. Në këtë nivel, dhe tani i mbyllim kapakun dhe vëmë punë. Është shumë e thjeshtë. Ja mund dhe kapakun, ja si që shikoni. Opa. 30 minuta. E shtypim këtu. Tani e ngroh. Dhe pastaj kur ma i ngrojnë në turë, vazhdo për 30 minuta fasulet janë gati. Dhe janë shumë të shishme. Se tenxherës magjike. Shikoni. Shikoni për fasule. Manjerë të mirë. Puna kamë nuk e një. Këtëherë vetëm unë e një. Këtëre i se fasule, të kuqe për të shishme dhe të mira. Them të ha një pjatë ashim. Po. Nuk po duroj dot. Ju përshëndes miq me fasulet e mia të këndshme.